Po kalojmë te fushata, kryetar. Pra, kryesisht pra në këtë pjesë të emisionit kisha më dashur mi pa disa prej edhe mi diskutu me juve disa prej projekte që janë realizuar gjatë 4 viteve e me cilat pra ju mburreni. Për shembull, ndër tjera pra ajo që arrita me pa prej stafit juj është pra një prej projekteve sheshi qendror i qytetit, projekt që po vazhdon, kanë përfunduar punimet e vrazhda, rrugë fushore për bujqit e fermerës i qasin e pronat bujqësore, subvencionimi i bujqve, qendra për art, kulturë, inovacion Abdullah Bugari, shtrira e gjërë ndërqimit publik, ndërtimi i rrugëve të reja në standardet larta kualiteti, kompleksi sportiv, pra edhe muzeu masakrës në Krusht të Madhe. Cili për këtyre projekteve është ai cili ta shpjegojmë, kjo është pjesa e sheshit apo? Po pjesa e sheshit qendror, i cili po vazhdon së ndërtuari, jemi duke shkuar drejt përfundim, besoj që në verën e vitit 2026 do ta kemi të përmbyllur realizimin e një projekti kolosal, një projekti që më i madh në historinë e urbanizmit në Rahovec, një projekti që do t'ja ndryshoj fytyrën qytetit e Rahovecit dhe një projekti unik në Republikën e Kosovës, sepse ka pasur konkurs ndërkombëtar të projektimit, ku një studio arkitekturës së Holandës e ka fitu në bazë të jurist profesional që e ka udhëheq përparim Roma aso kohë, dhe ky projekt po gjendet zbatim në praktikë dhe besoj që... Ky është projekt që është bërë me konkurs ndërkombëtar? Me konkurs ndërkombëtar. Holandesët e kanë fitu? Fitu projektin ideor, e ka shpall juria profesionale nga i udhëhequr nga përparim Roma, nga 2 ndërkombëtar edhe 3 ndërkombëtar dhe 2 vendor. Dhe ky ka fitu kjo studio, sepse 84 studio të arkitekturës kanë konkuru nga 5 kontinente, madje edhe 2 nga Federata Ruse, edhe ka fitu ky projekti i holandezëve. Çka është kjo pjesa rrethore, për çfarë parashitet? Qarkore dhe onaz shëtitore poshtë dhe lart, me rrethoja, me standardet ndryqimit do tjetë, me oazat e gjelbërimit, të gjelbëruara pastaj me drujnë dekoros. Pra, rreth 4 hektare gjysmë sipërfaqe do t'i nënshtrohen, ose është pjesë e projektit të ndërtimit të sheshit qendror. Që përbike shesh më i mirë si i Prishtinës. Po se do të hapet Rahoveci, po hapet qyteti i Rahovecit, edhe po krijon mundësi që të vizitohet edhe nga vizitorët e jashtëm, sepse është qytet i bukur me shumë ngushtica, ka edhe pjesën e vjetër qytetit, mirë po zona ku jemi këtu është zonë që do ta ndryshoj pamjen e qytetit për shkak të realizimit me sukses aty është stadium apo palestra? Palestra sportive Mizaheri Isma, e cila është ndërtuar pas 10 vjetësh zvarritjesh, kur i ardhën kryetar komune me ndihmën e qeverisë, që tash pe kritikojnë qeverisë Spanit, ku ka qenë kryeministër Haradinaj, i kemi përshpejtu hapat dhe natyrisht e kemi përmbyll një palestër që vazhdon të jetë më e bukur në Republikën e Kosovës. Apo projekti do më që përfshin sheshi, pra përfshin edhe parkingje, përpos shëtitorës? Përfshin parkingu nëntoksor, 2 parkingje nëntoksore, pastaj përfshin tregun e gjelbër, objektin me lokale apariste zejtare që do t'jepen shfrytëzim, riorganizimin e parkut të Tonit të Miqit, dhe po ashtu dhe plot elementet e tjera, objekte përcjellëse, të cilat do t'jetë një shesh me standarde unik në Republikën e Kosovës, dhe besoj që tërhes për vizitorët edhe të jashtëm. Premtimi është që gjithçka do të përfundojë, tash kanë përfunduar punët e vrazhat, edhe po vazhdojmë me finesa, sepse ka shumë finesa me të cilat po merremi, dhe besoj që operatori ekonomik do ta përmbyll me sukses dhe ne do të jemi krenarë dhe të lumtur për shkak se edhe projekti kushtueshëm, po edhe projekt me jashtëzakonisht me elemente të cilat i japin edhe shije, edhe kuptim, edhe vlerë, edhe estetike, po edhe shumë funksionale do ta hap qytetin, do ta bëjnë do të dëshmojnë se bëhet fjalë përmes këtij projekti një transformim i madh urban në Rahovec. Rahoveci është një komunë e vogël, po megjithatë për shembull Rahoveci sot si vjet e ka pas Hardfestin, pra një festival kështu tradicional që ka qenë shumë masiv me pjesëmarrje në këtë vit. Pra ju ka kthy gjallënia, pra edhe për mua ishte fantastike në fakt me pa Hardfestin, një komunë e vogël, që e folëm fillim pra shumë e dëmtuar për luftës, që megjithatë gjen forcë dhe gjen kreativitet me mbledh ton ata njerëz që i pat Hardfesti. Këtë projekt do në zemrën e përshop për herë të parë, pra të sheshit edhe fakti që kanë punu studio
holandeze në të, kam arsye me besu që do t'jetë fantastik kështu si projekt, kështu që për gëzime, për njerëzit e Rovecit. Sipas raportit të zyrtarit të policisë, drejtorisë rajonale të policisë, pra ata thonë 60.000 vetë zyrtarisht. Gjatë festivalit? Gjatë festivalit Vjeljes Rushit Hardfest 2025. 60.000 vetë të qarkullojnë, të fërkojndojnë një hapësirë pronë komunale, edhe të mos ketë asnjë incident vetëm, është dëshmi e një tradite, një kulture, një emancipimi, që aty përdoren edhe përveç Rushit, edhe prodhimet e Rushit, edhe të mos ketë fare problem policia, edhe t'ja japim përmes Rovecit një lajm shumë të mrekullueshëm Kosovës, sepse aty ai festival Hardfesti po vizitohet nga kori diplomatik i akredituar në Republikën e Kosovës. Ka plot qytetarë të huaj që e vizitojnë, jo vetëm përmes grupeve muzikore, artistëve, po edhe vizitave që s'po flasin për arealin shqiptar, po edhe flot vizitorë të huaj. Dhe një ngjarje kaq e organizuar mirë, për gjë falenderoj drejtorin e festivalit Nagron Sokolin dhe ekipin e tij, edhe pse mbahet në përkujdesjen e kryetarit të komunës, ne ja kemi ofruar logjistikën maksimale, ja kemi ofruar mbështetjen financiare, nga 8.200 euro sa kemi gjetë në 2018, ta 70.000 euro e kemi subvencionuar si komunë, dhe vërtet Hardfesti tash është bërë një ngjarje shumë e vizitueshme, edhe njerëz po e planifikojnë pushimin, edhe mërgjimtarë që me ardh me nxënë Hardfestin edhe shumë interesant. Shkojmë me projekte tjera që janë realizuar gjatë këtij 4 vite që kryetar. Pra cilat do t'i veçonit ju si punë, pra si infrastrukturë, si në pjesë të tjera që do t'i veçonit? Po nëse shkojmë te drejtoria e administratës përgjithshme, për shembull ne kemi one stop shopin. Ne mjedis ku të gjitha shërbimet merren aty. Përmes një menaxhimit radhës, të gjitha sportelet janë aty. E kemi pas premtim, e kemi përmbush. 202.000 euro janë e-kioset, 202.000 euro janë në administratë përgjithshme, janë qindra mira kërkesë që asnjë pa u trajtuar s'ka mbetur. Dhe ne mbajmë tregues të flasin që ne i përgjigjemi çfarë do shkresë, çfarë do ankesë, çfarë do shqetësimi që vjen në adresë të institucioneve komunale brenda afatit ligjor. Nëse shkojmë te drejtoria komunale për arsim, kemi 10 shkolla të cilat janë nënshtruar programit e eficiencës energjisë. Janë pyetje 1.077.000. Pra shkollat, objektet e vjetra, gjendja fizike e tyre ka ndryshuar plotësisht, sepse ka ndodhur masa të termoizolimit, izolimit, fasadimit, ndrrimit çatis, ndrrimit poçave, dyrve, dritarve. Pra 10 shkolla ekzistuese të ndërtuara ndër vite, shumë më herët, janë bërë si objekte të reja. Nëse shkojmë janë 1.077.000 euro. Nëse shkojmë te qerdhet, kemi funksionalizuar 3 qerdhe, edhe pse me vonesë për shkak se inventarizimi është pritur edhe sipas kontratës është dashur të bëhet nga Ministria e Arsimit të Shkencës. Janë qerdhe 3 ato? 3? Po, 3 janë funksionale, një e kemi pas më herët, dhe është duke ndërtuar edhe një qerdhe e re për fëmijën e qytet, vepër e financuar nga Ministria e Arsimit që 5 vjet ja ka nisë edhe ende se kemi. Kështu e kemi edhe me një shkollë. Kemi pajisë shkollat me mjete konkretizimi, me laborator, me tabela digjitale, pra me plot prej pozicionet cilat sigurisht që prodhojnë efekte pozitive edhe krijojnë kushte për mësimdhënien cilësore dhe mësimdhënien më cilësore. Po ashtu nëse shkojmë te bujqësia, për shembull kemi një mori. Për shembull vetëm në bujqësi ne kemi investuar 10.631.000 euro e 232. 10.631.232 euro. Çka do të thotë kjo? Nuk janë investime të gjitha kapitale. Janë investime në hapjen e rrugëve fushore, trajtimin e rrugëve fushore, mirëmbajtjen e rrugëve fushore. Janë subvencionimi i fermerëve me preparate kundër sëmundjes së hardhisë rrushit, pra kundër sëmundjes cikadia, që janë rreth 3.000 hektar kanë përfituar, domethënë nga preparatet të cilat komuna Roveci ka dhënë në raportin 80% subvencionim nga komuna, 20% fermerë.